Nga 636 ankesat të qytetarëve të cilët janë ankuar Këshillit të Lartë të Drejtësisë për gjyqtarët, sipas institucionit më të lartë të drejtësisë, vetëm 2% e tyre rezultojnë të bazuara. Vetëm në 12 raste Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka konstatuar shkelje për gjatë vitit 2013 dhe në total, së bashku me ankesat e vitit 2012, ka depozituar 20 kërkesa në Ministrinë e Drejtësisë për të nisur procedimin disiplinor për 14 gjyqtar. Në ankesat për 67 gjyqtar, Këshilli ka vendosur t'i tërheqë vëmendjen togave të zeza me shkrim, duke i vënë në dieni për rastet. Po sipas raportit të shpërndar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë për mediat, rezulton se 56 gjyqtar kanë bërë shkelje shumë të lehta, shkelje të cilat do të pasqyrohen në vlerësimet profesionale të çdo gjyqtari. Ndërsa sipas raportit, 23 ankesa kanë rezultuar jo reale, 65 janë ende në proces verifikimi, 122 të tjera janë në proces vlerësimi nga inspektorët dhe 325 ankesa janë arkivuar.